Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Jo rritja e çmimit të karburanteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Autoriteti Rregullator i Energjisë njoftoi reflektimet e luative të fundit në tregjet ndërkombëtare. Sipas vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetik, pikat e karburantit në të gjithë vendin fillojnë aplikimin e çmimeve të reja. Benzina pritet të ketë një rritje me 5 denar për litër, ndërsa nafta pritet të shtrenjtohet me 14.5 denar për litër. Të paktën 14 qytetarë të Maqedonisë së Veriut nuk janë paraqitur për evakuim në aeroportin e Dubait. Ministri i Punëve të Jashtme, Timço Muçunski, deklaroi se 14 shtetas të Maqedonisë së Veriut nuk u paraqiten në aeroport, edhe pse kishin kërkuar evakuim. Për fat të mirë, kishim të përgatitur plan për situatë të tillë. Kishim listë pritjesh dhe ambasada jonë në Abu Dhabi minjëherë kontaktoi me një grup qytetarë që ishin të gatshëm të vinë, deklaroi ministri Muçunski. Përveç Emirateve të Bashkuara Arabe, një numër i madh i shtetasve të Maqedonisë së Veriut po presin evakuim dhe nga vendet e tjera të rajonit. Ministri i Punëve të Jashtme paralajmëroi se po punon intensivisht për të evakuar qytetarët e Maqedonisë nga zonat e krizës në lindjen e mesme. Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut kritikon kuvendin duke e cilësuar si institucion të padisiplinuar, me që nuk i respekton vendimet dhe afatet të gjykatës, të cilat në sistemin juridik kanë fuqi të barazvlefshme me ligjin. Shembull për këtë u morën lëndët për kodin penal dhe kodin zgjedhor. Kryetari i gjykatës kushtetuese, Darko Konstantinovski, vlerësoi se sot kjo ngjarje është një fakt i pakontestueshëm. Edhe gjykatësi i gjykatës kushtetuese, Osman Kadriu, deklaroi se vendimi i gjykatës për kuvendin është detyrues. Qeveria e Maqedonisë së Veriut po përgatit ndryshime në ligjin për kabinetin qeveritar. Në të parashikohet shfuqizimi gradual i modelit të ashtu quajturit të qeverisë teknike. Drafti përfundimtar i ndryshimeve është dorëzuar në ekzekutiv dhe pritet të shqyrtohet në një nga mbledhjet e kabinetit qeveritar. Pas miratimit në kabinet, propozimi do dërgohet kuvendit për procedurë parlamentare. Sipas informacioneve nga burime brenda qeverisë është propozuar një zgjidhje kalimtare. Modeli aktual i qeverisë teknike të zbatohet dhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa të mos aplikohet më në ciklet zgjedhore pas tyre. Ky formulim është paraqitur si kompromis politik pas rezervave të shprehura nga opozita dhe veçanërisht nga LSD-ja maqedonase. Nga BDI ende nuk ka një qendrim përfundimtar lidhur me mbështetjen e ndryshimeve ligjore, ndërsa për Aleancën për shqiptarët ende nuk janë plotësuar kushtet politike. Rajoni. Presidenca e Kosovës dënon gjuhën e urrëties të ngritur ndaj saj për vendimin për shpërbërjen e parlamentit. Në reagimin zyrtar thuhet se Vjosa Osmani nuk është vegël e askujt dhe as pjesë e fantazive konspirative për gjoja tradhti, por është zgjedhur në mënyrë legjitime dhe që ushtron mandatin mbi bazën e kushtetutës. Ata që sot flasin për tradhti dhe pushkatim dhe shtyjnë përpara shpifjet e konspiracionit, në fakt janë duke bërë thirrje për dhunë vrasje politike. Kosova ka paguar shumë për lirinë e saj që do të tolerojë sot gjuhë linçuese ndaj institucioneve të saj, thuhet në reagimin e presidentes Osmani. Sipas saj, thirrjet për pushkatim nuk janë retorik politike, por nxitje drejt për dhunë dhe krim. Presidenca e Kosovës u bën thirrje organeve kompetente të rendit dhe drejtësisë që të merren urgjentisht me këto raste dhe ta trajtojnë në përputhje me ligjin. Kryetaria e Kuvendit e Kosovës Albulena Axhiu e vlerësoi edhe një herë jo kushtetues dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e legjislaturës së 10. Kryeparlamentarja tha se pret që gjykata kushtetuese të veprojë shpejt dhe të marrë vendim për masë të përkohshme, pasi sipas saj pasoja do të jenë të pariparueshme. Vendimi i presidentes për të shpërndarë kuvendin për mua ka qenë befasi, sepse është jo kushtetues, është i ngutshëm dhe natyrisht që si të tillë do ta kundërshtoj edhe si kryetare e kuvendit. Ju e dini që Kushtetuta e Republikës së Kosovës parasheh rrethanat se kur shpërndahet kuvendi i Republikës së Kosovës. Prandaj në këtë aspekt nuk ka asnjë rrethanë që jep të drejtën presidentës që pa kaluar afati 60 ditor dhe pa dështuar në zgjedhjen e presidentit të vendit ta shpërndajë kuvendin e Republikës së Kosovës. Kryeparlamentarja kërkoi nga të gjithë ta lënë gjykatën kushtetuese të bëjë punën e saj. Edhe një herë thras gjykatën kushtetuese pa dashur që të kuptohet kjo si ndonjë ndërhyrje, por situatat aktuale janë të tilla që nevojitet vigjilencë, vëmendje, shpejtësi, profesionalizëm nga ana e gjykatës kushtetuese dhe natyrisht thras që të gjithë ta lënë gjykatën kushtetuese që ta bëj punën e saj, sepse jam e bindur që në rrethanat të tilla gjykata mund të vendoset në presione. Deklaroi Albulena Axhiu, kryetare e Kuvendit të Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Socialistët rrëzojnë kërkesën e SPAK në Këshillin e Mandateve për sigurimin e masës arrestit me burg për deputeten e Partisë Socialiste Belinda Balloku.
Bashkëartuesi i raportit për vlerësimin e kërkesës së prokurorisë speciale, kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manje deklaroi se në kushtet e një realiteti të ri, me largimin nga detyrat të zëvendës kryeministres, nuk ekzistojnë kushtet e pretenduara nga organi akuzës për dëmtim të provave dhe ndikim tek dëshmitarët. Masa e sigurimit personal e pezullimit nga detyra si anëtare e Këshillit të Ministrave nuk prodhon më asnjë pasojë juridike reale, por në të njëjtën linjë arsyetimi, edhe narrativa mbi cilën prokuroria e posaçme ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, si rreziku i prishjes provave, i aratisjes apo i kryes së një vepre tjetër penale, mbetet thellësisht hipotetike, për sa kohë lidhet drejt për drejti me ushtrimin e funksioneve ekzekutive që deputetja në fjalë nuk i ushtron më. Para deputetëve socialist, Ulsi Manje deklaroi se pretendimet se po pengohet drejtësia janë të natyrës politike dhe të pabazuara, përsa kohë që procedura kushtetuese që parashikon shqyrtimin e kërkesës nga kuvendi është duke u respektuar në mënyrë të plotë. Kjo çështje, e cila në thelb duhet të mbetej një çështje e drejtësisë dhe vetëm e drejtësisë, është shndruar në mënyrë të padrejtë në një debat të mbingarkuar politikisht në sytë e opinionit publik. Në vend të një procesi të qetë dhe të rregullt ligjor, shpesh kemi parë përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një gjykim publik, në një tribunal mediatik që bie ndesh me standardet e shtetit të drejtës dhe me parimin themelor të prezumimit të pafajësisë. Kryeministri Edi Rama kritikoi SPAK për mënyrën e trajtimit të çështjes së ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, akuzat e pretenduara janë të mbështetura vetëm në të dhënat e gjetura në telefonin e ish vartësit të saj Eviz Berberi. Kryeministri akuzoi SPAK se ka përdorur dhe mediat për të dënuar publikisht ish zëvendës kryeministren përpara se të bëhet gjyqi ndaj saj. Mjaftoi që ndaj Belinda Ballukut të ngrihen të tëra dallgët e detit të urrëties, që zien pa pushim në të 700 tenxheret e pazarit ton politike mediatik dhe të mblidhen të tëra rrjet e fantazive perverse të rrjeteve sociale për ta kthyer njeriu në një kriminal, 300 vila, 2 jahte, 10.000 euro solucione magjike për një larje makine, ndërkohë rrugët e ndërtuara në periudhën e drejtimit saj u shëmbën që të gjitha nga korrupsioni. Deputetët demokrat kërkojnë miratimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kryetari i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi shkruan se Rama po mbron korrupsionin dhe zgjodhi pengimin e drejtësisë. Bardhi tha se heqja e imunitetit të Ballukut nuk është vetëm çështje e brendshme politike, por një tezë kritik për Shqipërinë në raport me Bashkimin Evropian. SPAK-u ka paraqitur prova për 11 tendera me vlerë 1.1 miliard euro, si dhe prova për presion ndaj dëshmitarëve përmes të fortëve dhe parave. Në çdo demokraci normale, parlamenti do të japte rrugë drejtësisë, deklaroi Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin se ofroi mbrojtje për Ballukun ndërsa e ktheu atë në të paprekshme. Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Për ish kryeministrin demokrat me këtë vendim Edi Rama dëshmoi më shumë se kurrë se është i gatshëm që të përdorë mandatet e krimit kundër interesave të shqiptarëve. Ai mbori në mbrojtje totale veten e tij, sepse de facto Lubia nuk ka qenë asgjë tjetër, veç se noterja apo regjistruesja e të gjitha vjedhjeve 25 vjeçare të këtij kryehajduti. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsion dhe krimin organizuar lë në fuqi pezullimin nga detyrat e Belinda Ballukut. Çështja u shqyrtua nga trupa gjykuese e apelit posaçëm pas kërkesës së ish zëvendës kryeministres socialiste. Ndërkohë Belinda Balluku është shkarkuar nga 2 funksionet që mbante në qeveri, atë të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Prokuroria Speciale në Shqipëri zgjeron bashkëpunimin me institucionet e sigurisë në Kosovë. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës Blerimi Sufaj dhe kreu i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të Shqipërisë në SPAK, Klodian Brau, firmosën marrëveshjen për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore. Gjatë takimit Brau dhe Sufaj shprehën gatishmërinë për angazhim të përbashkët me qëllim avancimin e mëtejshëm të koordinimit ndërinstitucional, thuhet në njoftimin zyrtar. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump siguroi tregjes se rritja e çmimeve aktuale të naftës për shkak të luftës ndaj regjimit iranian do të jetë e përkohshme.
Çmimet afatshkurtra të cilat do të bien masivisht kur programi bërthamor i Iranit të shkatërrohet, janë një çmim i vogël që Shtetet e Bashkuara dhe bota duhet të paguajnë për të arritur paqen dhe sigurinë, shkruan Trump në rrjetet sociale. Në Shtetet e Bashkuara çmimi i benzinës ka tejkaluar rreth $1.06 për litër. Irani kërcënoi të dielën se mund të godasë infrastrukturën e naftës në rajon nëse Izraeli vazhdon sulmet ndaj veprave energjetike në vend. Në paralajmërimin që vjen nga Garda Revolucionare thuhet nëse sulmet vazhdojnë, masat e ngjashme mund të ndërmerren ndaj objekteve energjetike në rajon. Autoritetet iraniane paralajmëruan gjithashtu se përshkallëzimi i konfliktit mund të çojë çmimin e naftës në $200 për fuqi. Nëse mund ta toleroni një çmim të naftës mbi $200 për fuqi, atëherë vazhdoni këtë lojë, ta zëdhën si Komandës Ushtarake Qendrore Iraniane Ebrahim Zolfagari. Franca kërkon nga Irani të ndalojë sulmet ndaj vendeve të rajonit. Presidenti francez Emmanuel Macron pas një bisede telefonike me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, theksoi domosdoshmërinë që Irani të ndërpresë menjëherë sulmet e tij kundër vendeve në rajon. Udhëheci francez kërkoi riadhesim të menjëhershëm të një çifti francez i burgosur që aktualisht ndodhet brenda ambasadës franceze. Ai përsëriti shqetësimet e Francës në lidhje me programet bërthamore dhe balistike të Iranit, si dhe tërësinë e aktiviteteve të tij destabilizuese në rajon. SBA dhe Britania rikonfirmojnë bashkëpunimin. Pas një bisede telefonike me presidentin e SBA-s Donald Trump, zyra e shtypit e kryeministrit britanik Keir Starmer deklaroi se udhëheci diskutuar rreth situatës së fundit në lindjen e mesme dhe bashkëpunimin ushtarak midis Mbretërisë së Bashkuar dhe SBA-s përmes përdorimit të bazave të forcave ajrore mbretërore në mbështetje të vetëmbrojtjes kolektive të partnerëve në rajon, tha në një deklaratë një zëdhënëse nga zyra e Starmer. Kryeministri gjithashtu shpreu ngushëllimet e tij të sinqerta me presidentin Trump dhe popullin amerikan pas vdekjes së 6 ushtarëve amerikan, thuhet në deklaratë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar diplomatëve amerikanë Arabinë Saudite të largohen nga vendi. Në raportimet e New York Times citojnë burime që thonë se urdhri për t'u larguar tregon ndërgjegjësimin e administratës për rreziqet në rritje në rajon. Kjo është hera e parë që nga fillimi i bombardimeve që Departamenti i Shtetit ka miratuar një urdhër për t'u larguar nga një vend. Merr zyrtarisht detyrën Mojtaba Khamenei, djali i Ali Khameneit, i cili u vran nga sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit më 28 shkurt. Ai u zgjodh nga Asambleja e Ekspertëve, udhëheci i ri suprem i Iranit. Asambleja u bën thirrje të gjithë popullit fisnik iranian, veçanërisht elitave dhe intelektualëve të botës fetare dhe akademike të zotohen për besnikëri ndaj udhëheqjes dhe të ruajnë unitetin ndaj boshtit të kujdestarisë, përfundon deklarata. Me herët, Izraeli ka paralajmëruar se çdo zgjedhje e mundshme nga Këshilli i Ekspertëve si pasuesi i Ali Khamenei do të vijojë të mbetet shënjestër. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.